Po pas dështimit të mandatarit edhe të qeverisë propozuar nga ai në vot, tani opcionale është një shumicë e re, nëse nuk paraqitet kjo shumicë e re nesër të presidentit, nëse askush nga ne ka shumicën, atëherë presidenti i mbetet si opcioni vetëm shpallja e zgjedhjeve. Janë të pashmangshme kësaj here, gjithë duhet ta bëjmë më të mirën, po jemi. Ne kemi 52 deputet shqiptar, që në 4 ma shumë se sa vetëvendosje, që i bjeni kemi realisht mundësit, por mungon një marrëveshje mes opozitës edhe nuk e kem pra shumicën, nuk e kem një mandatar që ka shumicën. Unë besoj që zgjedhjet po vinë, pas zgjedhjeve tjera, nuk do të ketë vonesha më. Pra s'do të vonohet Kosova, edhe po preshim që pra ajo që u vërtetu se Kurti 3 nuk ndodhi, pa të jetë edhe perspektiva, të jetë rruga e re për Kosovën, të jetë qeveria opozitës. Po pikërisht kam u vërtetu që askush se ka shumicën, edhe pastaj kam mbet në diskusionin e presidentit shpallja e zgjedhjeve.